Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur. Sot jemi në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe siç kemi thënë dhe në mesazhet, do të fillojmë një seri mesazhesh pra mbi zgjedhjet. Dhe në kohë fushate shikojmë që të gjithë kandidatët kanë zbarkuar në terren dhe po japin premtime. Unë sot dua të flas për një kandidat i cili nuk kërkon votën tuaj. Po, titulli i predikimit për sot, i mesazhit për sot është Kandidati që nuk kërkon votën tënde. Në këtë fushat politike pra, dëgjojmë shumë premtime, do ulin taksat, do t'ju çojnë në Evropë, do ta ndryshoj vendin, do kujdesen për ti, më je votën dhe unë do t'i jap zgjidhje problemit tënd. Biblia çfarë na thot? Biblia na kujton që mos u besoni princave as bijve të njeriut që nuk mund t'ju shpëtojnë. Psalmi 146 vargu 3. Pastaj, ndërsa politikanët japin premtimet në televizion, kudo në rrjetet sociale, në terren, në fushat, na shfaqet një kandidat i cili thot: "Unë nuk dua votën tënde." Kush është ky kandidati që nuk kërkon votën tonë? Ai është biri i Perëndis, mbreti i mbretërve. Zoti i Jezu Krisht. Jezusi pra nuk kërkon votën tënde. Ai nuk bën fushat për poste. Nuk jep premtime për të fituar ty për të marrë votën. Por ai dha jetën e vet për ty para se ti ta njihje, para se ti të lindje. Sepse biri i njeriut erdhi jo që ti shërbej, po për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërbles për mëkatet tona, tek Marku 10:45. Krahasimi është i qartë, miku im. Shiko, kandidatët premtojnë dhe pas fushatës, pas votimeve, pas datës 11 maj që shumë thonë, do ndryshojmë gjithçka, pas datës 11 maj do të zhduken, do ndrojnë numrat e celularëve, do harrojnë. Ofrojnë programe, por nuk ofrojnë shpëtim. Në krahasim me Jezusin i cili na premtoi shpëtim dhe ai e mbajti duke dhënë jetën e tij në kryqin e Golgotës, duke ofruar gjakun e tij të çmuar për shlyerje dhe për faljen e mëkateve tona. Akoma dhe kishën e urdhroi që të ketë kungatën e darkës së Zotit, ku ai merr kupën e verës që simbolizon gjakun e çmuar duke na thënë: "Sa herë që mblidheni të më kujtoni, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re që derdhet për shumë vetë për faljen e mëkateve te Mateu 26 pra." Ai premtoi ringjallje dhe u ringjall si garanci për ne. Unë jam ringjallja dhe jeta, thot. Ai që beson në mua edhe nëse vdes, do të jetojë. Gjoni 11:25. Ai na premtoi jetë të përjetshme, se do përgatiste një vend për ty dhe për mua. Emri yt është i shkruar në librin e jetës. Ai na premtoi se emrat tanë do të jenë të shkruara në librin e jetës e Zbulesa 20:15 pra. Sot pyetja është: a do të jesh pjesë e një partie që nuk mban fjalën, apo do të jesh qytetar i mbretërisë së Perëndis? Do të jesh fëmijë i Perëndis? Fjala e Zotit na thotë që kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe të gjitha të tjera do t'i jepen si shtesë. Mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, pra Mateu 6:33. Zgjedhja është e jotja. Jo për 4 vjet, po për përjetësim. Flasim për shpirtin tënd, që është i përjetshëm. Pra Jezusi nuk kërkon votën tënde, vëlla motër, mik i dashur. Jezusi nuk kërkon votën tënde, Jezusi kërkon zemrën tënde. Dhe tek fëmijët e Perëndis kërkon besnikërinë tënde. Dhe kush nuk u gjëndi shkruar në librin e jetës,
u odh në liqenin e zjarit? A është libri tënd? Ndoshta e kërkon në listën e votuesve, ndoshta je në listën e kandidatëve, por në librin e jetës a është emri yt? A është emri yt? Intereso për të, shko në një kish, ka pastorët dhe kërkoju që emri tënd të jetë në librin e jetës. Kjo është më e rëndësishmja. Kjo është sfida jote, nuk janë zgjedhjet. Zgjedhje 4 vjet janë. Po sfida jote është ku do kalosh për jetësinë tënde. Dhe është emri tënd në librin e jetës. A e ndjek ti kandidatin që nuk gënjen kurrë, dhe është Jezu Krishti? A e ndjek ti Krishtin, i cili nuk kërkon votën tënde, por zemrën tënde? A do të jesh pjesë e partisë apo pjesë e mbretërisë së Perëndisë? Zgjedhja është e jotja, por pasojat janë te përjetësia. Do ndjekësh fjalët e një njeriu që janë fjalë që kalojnë, apo do ndjekësh shpëtimtarin që është i përjetshëm? Jezusi është i vetmi që mund të mbajë premtimet e tij përjetësisht. Ai nuk kërkon votën tënde, ai kërkon besnikërinë tënde. A do të jesh besnik, do të ndjekësh atë që të ofron jetën e përjetshme? Disa herë fjalët e politikanëve na zhgënjejnë, akoma dhe të familjarëve tanë, por fjalët e Perëndisë janë të pastra dhe të besueshme. A do të jetosh përjetësisht me Jezusin? Kjo varet nga zgjedhja jote dhe votimi tënd tani. Besnikëria ndaj Jezusit është çelësi për jetën, një jetë që nuk mbaron kurrë pra. Politikanët premtojnë, në krahasim Jezusi është ai që mban premtimet. A do të vendosësh pra besimin tënd tek Jezusi që është besnik? Në këtë moment të jetës tënde është koha të bësh një zgjedhje të vërtetë. Do besosh fjalët e njeriut të përkohshëm apo do ndjekësh premtimet që janë të përjetshme? Në një botë pra ku premtimet shpesh janë të shenjta, vetëm për një periudhë të shkurtër Jezusi mbetet besnik përjetësisht. Besoj i fjalëve të tij pra. Ajo që kërkon Perëndia është besnikëria ndaj tij. Jo një periudhë të zgjedhjesh, por për të jetuar një jetë të përjetshme me besim dhe në shërbim ndaj tij, sepse Perëndia na do pra. Një vot ka rëndësi për 4 vjet, por besnikëria jote ndaj Zotit, ndaj Jezusit, gjithmonë ka vlerë përjetësisht. Perëndia na jep mundësinë sot pra, që të bëhemi pjesë e mbretërisë së tij. A do t'i përgjigjesh thirrjes së tij? Nuk ka rëndësi për cilën parti voton më 11 maj, ka rëndësi kush e udhëheq jetën tënde çdo ditë. Jezusi nuk kërkon një vend pune për 4 vjet, por ai kërkon një vend për ty në përjetësinë, që të jesh së bashku me të. Ai nuk të jep favore, por ai të ofron falje për mëkatet e tua. Dhe kur të gjithë të tjerët do të harrojnë, ai do të kujtojë me emrin tënd. Bëu besnik deri në vdekje dhe unë do të jap kurorën e jetës thot. Zgjedhja është e jotja, jo për një mandat, por për përjetësinë tënde. A e ke emrin jo në listën e kandidatit ose të votuesve, por në librin e jetës, le të lutemi. O ati dashur, ne të falenderojmë për Jezu Krishtin, birin tënd, që është kandidati vetëm dhe shpëtimtari premtimbajtësi. Ne lutemi o Zot që të gjithë njerëzit, të gjithë dëgjuesit të thonë po Jezus dhe emrat e tyre të jenë shkruar jo vetëm në listën e votuesve dhe zgjedhësve, jo vetëm në listën e kandidatëve për parlament o Zot, por të jenë në listën e librit të jetës. Prandaj lutem për ta frymë shenjtë ti bashkëpuno me fjalën tënde. Ne të falenderojmë edhe për Radio 7 Albani dhe TV 7 Albani, gjithë vëllezërit e motrat, të cilët shërbejnë këtu, ti të bekosh ata dhe familjet e tyre dhe mesazhet që të arrijnë në çdo cep të botës. Unë t'i kërkoj të gjitha këto në emrin e Krishtit. Amen. Miki dashur, Zoti të bekoj dhe të jetë së bashku me ti kudo që të jesh. Mos haro pra të shkosh në një kishë lokale së bashku me familjen tënde. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin,
dëshironi një bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk mirodëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam Pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga Pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.